Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur virgjëresha në Letra Trofej, një Diana dhe do bëjmë leximin e javës për ju. Siç e shihni, kam hapur 9 letra që të marrim më shumë nga to. Vizhesh, kjo javë kur po hedh një sy kështu në letrën përgjithësi, fillon me shumë energji dhe dëshirë për të ecur përpara. Por shumë shpejt kupton se nuk mjafton vetëm të punosh fort. Duhet të zgjedhësh drejtimin e duhur. Letrat tregojnë se je në një moment ku po hapen disa mundësi njëherësh dhe sfida më e madhe nuk do të jetë mungesa e tyre, por zgjedhja e asaj që të sjellë më shumë dobi. Në fund të javës do të ndihesh shumë më e fortë dhe më e sigurt për rrugën që ke marrë. Java fillon me karrocën, ja ku kemi këtu. Dhe kjo është një shenjë se gjërat më në fund fillojnë të lëvizin. Një çështje që ka qenë e bllokuar merr drejtim. Mund të jetë punë, financë, një dokument ose një plan personal. Vigjesh. Për herë të parë pas një kohe ndjen se ke kontroll mbi situatën dhe nuk po pret më që dikush tjetër të vendosë për ty. Ky ritëm të shtyn menjëherë të veprosh. Dhe pas kësaj prandaj edhe del kalorësi i Gabriel, që është një zjarit, se nuk të tregon se nuk e ndërmend të humbasësh kohë, një mundësi që të zgjon entuziazëm dhe dëshiron ta shfrytëzosh menjëherë. Ke energji, ke ide dhe besim se mund t'ja dalësh, pikërisht kjo energji të bën të dallohesh nga të tjerët. Ndërsa je në lëvizje, është faqe e Gabrielit, që mund të jetë një telefonatë ose një mundësi e re, mund të jetë diçka që nuk e kishe planifikuar, por që të zgjon kurreshtjen, virgjesh. Mos e refuzo menjëherë sepse del jashtë planeve të tua. Shpesh mundësitë më të mira nuk vinë sipas kalendarit, virgjeresha. Pra, nuk është për ty mendon apo nuk e ke të planifikuar, mos e refuzo për këtë arsye. Kjo bën që të vendosesh të mbrosh më shumë atë që dëshiron. 7 të Gabrielit, ja ku i kemi, tregon se mund të duhet të argumentosh ndoshta një ide, të mbrosh një projekt ose thjesht të mos lejosh askënd të bëj të dyshosh tek vetja. Do të ketë njerëz që mund të mos e kuptojnë vizionin tënd, por kjo nuk do të thotë se je në rrugë të gabuar. Pikërisht sepse nuk dorëzohesh, vjen asi i monedas apo Ariel. Asi i Arielit. Është një nga letrat më të forta për financat dhe mundësitë. Mund të vijë një ofertë pune, një rritje të ardhurash, një projekt fitimprues ose një lajm që lidhet me stabilitetin ekonomik. Kjo letër tregon se përpjekjet e tua fillojnë të japin frute konkrete. Por bashkë me mundësitë vijnë edhe më shumë përgjegjësi. Absolutisht. 2 të Arielit. Tregon se do të përpiqesh të menaxhosh disa gjëra njëherësh, punë, familje, detyrime dhe plane personale. Do të jetë e rëndësishme të mos marrësh përsipër më shumë se sa mund të përballosh. Nuk ke nevojë të bësh gjithçka brenda dite apo një dite. Në një moment mund të ndihesh sikur e bllokuar dhe prandaj del 8 të Majklit. Kjo të tregon pengesa reale, por pengesë që krijohen nga dyshimet e tua. Shiko, dera është e hapur dhe ke një angel aty pas, që të ndihmon dhe tregon se je në rrugën e dur, je aty ku duhet të jesh, edhe pse mund të duket pengesë apo sfiduese. Mund të mendosh se nuk je gati, se nuk je mjaftueshëm, e përgatitur ose të rrezikosh të dështosh. Në të vërtetë, dera është e hapur. Kërkoj ndjes, siç e shikoni këtu vetë, dera është e hapur, je ti ai apo ajo që ende po heziton të kalosh. Fatmirësisht nuk do të shndrosh gjatë në këtë gjendje. Mbreti i Majklit rikthen tek arsyeja. Fillon të shohësh gjërat me qetësi dhe logjik, virgjëresha.
Merr një vendim të matur, bën një bisedë të sinqert, ose vendos kufi aty ku kanë munguar, të them kështu. Pikërisht ky qartësim të jep sigurinë që të mungonte. Dhe javën të dashur Virgjëreshe e mbyllim me Perandorin. Një letër shumë e fortë që flet për stabilitet dhe kontroll. Në fund të javës nuk ndihesh më sikur po varpom pas ngjarjeve, përkundrazi, je ti, ai apo ajo që i drejton ato. Mund të marrësh një rol më të rëndësishëm në punë, të organizosh më mirë jetën tënde, ose thjesht të ndihesh se më në fund ke ndërtuar baza të forta për atë që vin pas. Përmbledhja që mund të japë nga leximi juaj të dashur Virgjëresh është se kjo javë ku gjërat fillojnë të ecin me ritëm, mundësitë që po të hapen, një lajm që do të motivoj dhe një sukses financiar ose profesional duket shumë pranë, shumë afër. Sfida e vetme do të jetë të mos lejosh frikën ose perfeksionizmin, që kemi zakon, të na ndaloj, të dashur Virgjëreshe. Sa më shumë të besosh tek përvoja jote, aq më shpejt do të shohësh rezultatet. Mos prit paraderisa gjithçka të jetë perfekte për të bërë hapin tjetër apo hapin e radhës. Ndonjëherë suksesi nuk vjen sepse je gati, vjen sepse ke guxim të fillosh edhe kur ke ende dyshime. Pra, mos hezito për asnjë gjë, por po dhe pranoj të gjitha. Edhe pse do jenë shumë të menaxhosh Virgjëreshe, do t'ja dalësh.